Historia e një shkolle që ka pasur ndikim të thellë në jetën e gjithë atyre që kanë kaluar në muret e saj. Zeflush Marku ka një histori të pasur që fillon shumë vite më parë, kur ideja për krijimin e një institucioni edukimi u bë një ëndër e mundshme. 75 vite më parë, në Tetov, disa mësues dhe disa prindër të përkushtuar vendosën të hapin dyert e kësaj shkolle, duke bërë atë një vend ku çdo fëmijë mund të ndante pasionin për të mësuar. Kjo shkollë në fillim u quhet Liria, emër që ky do të lidhet me lirinë e të mësuarit shqip. Për që historia e kohës më vonë i dha emrin e revolucionerit Zeflush Marku. Kjo shkollë u bë një qendër arsimore dhe kulturore e rëndësishme për shqiptarët, jo vetëm në Shkup e Maqedoni, por edhe më gjerë. Zeflush Marku është themeluar në Tetov më vitin 1950. Drejtori i parë ka qenë Recep Bajrami. Me rastin e 50 vjetorit, atje u ngrit pllaka në murin Liria, sepse aty është themeluar gjimnazi më 2 tetor 1951. Transferohet në Shkup në ndërtesën e vjetër e cila u rrëzua nga tërmeti. Atëherë ishte shkolla shqiptare e mësuesisë, shkolla shqiptare normale. Prej vitit 1960, emri i saj ishte Liria, por më vonë u riemërua Zeflush Marku dhe ky emër mbetet edhe sot. Në vitin 1978, filluan reformat në Maqedoni dhe me këto reforma u hap Akademia Pedagogjike, duke filluar të mbyllet normalja. Filluan të hapen paralele në gjuhën shqipe dhe paralelet e gjimnazit. Paralelja e fundit e normales ishte në vitin 1972 dhe prej atëherë paralele normale nuk ka pasur dhe ka vazhduar si gjimnaz. Gjimnazi si gjimnaz ka luajtur në një rol të veçantë, kryesor jo vetëm për Shkupin, por edhe për Maqedoninë edhe jashtë Maqedonisë. Gjimnazi në atë kohë ishte një universitet i shqiptarëve, jo vetëm të Shkupit e të Maqedonisë, por edhe më gjerë. Edhe pse politika e kohës ka qenë një pengesë e madhe për shqiptarët dhe arsimimin e tyre, kjo shkollë në krye me drejtorët, profesorët dhe nxënësit e guximshëm, qëndroi kokë lart pranë çdo sfide dhe imposhti ato të gjithë bashkë qëndruar si shkëmbi pranë vështirësive, duke ditur që rrezikonin veten dhe familjet e tyre, i dolën ballë sy pa trembur komunizmit që po mundonte t'i shkelte. Me kalimin e viteve shkolla filloi të zhvillohet. Qëllimi i saj ishte të ofronte mundësi për të gjithë nxënësit, pa dallim. Me një ekip mësimdhënës të pasionuar dhe me mbështetje nga prindërit dhe autoritetet lokale, shkolla u bë një qendër edukimi për të rinjt që ndronin të krijojnë të ardhmen e tyre. Gjimnazi në atë periudhë, përveç nxënësve të vetë që i kishte brenda në gjuhën shqipe dhe maqedonëse, kishte edhe 320 nxënës nga Kosova, se në atë periudhë zhvilloi lufta në Kosovë. Ishte koha e bombardimeve, ishte koha e gëzodit të nxënësve kosovar, siç rrëfen profesor Xhemaluddin Idrisi. Edhe pse shkolla ka kaluar përmes periudhave të vështira dhe sfidave të shumta, gjithmonë ka mbetur një vend ku secili nxënës ka mundësi të rritet dhe të zhvillohet. Nga periudha të ndryshme politike e ekonomike, shkolla gjithmonë ka qëndruar e qëndrueshme duke ofruar mundësi dhe shpresë. Për çdo vit që kalon kjo shkollë, vazhdon të frymëzojë dhe të nxjerrë talent të mëdha. Çdo fitore, çdo arritje e nxënësve të saj është një dëshmi e punës së palodhur dhe e pasionit që e përmban ky vend. Sot shkolla është më e fortë se kurrë, me teknologji të reja, mundësi për zhvillimin dhe angazhimin të vazhdueshëm me komunitetin. Ajo vazhdon të ofrojë një mjedis ku çdo nxënës ka mundësi të rritet dhe të bëhet një lider në fushën e tij. Ka ndikuar bashkëpunimi me prindërit dhe komunitetin në suksesin e shkollës? Fillimisht, sot dua të uroj përjetorin e 75 vjetorin e shkollës tonë, Zeflush Marku, që është një kala ndër vite e dijes dhe emancipimit shqiptar.
Bashkëpunimi, kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, bashkëpunim të mirë, prindrit na përkrahin në çdo manifestim, në çdo gjë që duam për të mirën e nxënësve, ato gjithmonë janë pranë nesh. Pastaj dhe stafi I shkollës është aty për ne, nxënësit janë shumë të entuziazmuar kur marrin diçka të bëjnë dhe kemi një bashkëpunim fenomenal. Të faleminderit shumë, ju uroj shumë suksese dhe ju përgëzoj 75 vjetorin e shkollës së mesme Zeflush Marku. Ju faleminderit. Bashkë me ne është edhe drejtuesi I shkollës mesme Zeflush Marku. Kishim dashur të përgëzojmë domethënë për këtë manifestim, për këtë jubilar 75 vjetor I shkollës mesme Zeflush Marku, patronati I tij. Desha të pyes, si e përjetoni ju personalisht këtë përvjetor si drejtuesi I këtij institucioni? Të jesh drejtor, duhet të jesh udhëheqës dhe menaxhues I mirë, kurse të jesh drejtor shkolle, duhet të jesh mësues dhe pedagog I mirë, gjë që duhet të përmbahet. Domethënë, së bashku me mësimdhënësit, duam që moda e nxënësit të jetë zgjuarësia, kurse koha e lirë e tyre të jetë puna, shkenca, arti, sporti e tjerë. Së bashku me gjithë profesorët, duhet të jemi model që të japin kontribut dhe të jemi sa më afër nxënësve. Dua të falenderoj grupin artistik që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për këtë manifestim të 75 vjetorit, po ashtu nuk duhet t'i harroj edhe nxënësit që do të na zbukurojnë këtë mbrëmje të sonte. Ju faleminderit shumë dhe ju urojmë shumë suksese të mëtiteshme. Shihet se jeni të përgatitur me shumë aktivitete, ne xhiruam pak në prapa skenës. Suksese dhe shumë sukses. Faleminderit edhe juve televizionit Alsat që jeni përballë neve çdo moment dhe çdo herë. Ju faleminderit. Kisha fatë që t'i takoj 2 profesoreshat e mia të gjuhës shqipe, Merita Abazin dhe Qamile Saitin. Pra, vërtet kam shumë emocione dhe dëshiroj të përqafoj. Nuk ju kom parë me vite, por ja tani ishte ki në rasti. Si ndjeni ju momentalisht, është 75 vjetori? Po, 75 vjetori. Është një emocion jashtëzakonisht I bukur dhe I mirë që na ngre deri lart. Kemi punuar, kemi dhënë çdo gjë për këtë shkollë dhe kemi dëshirë që të vazhdojë njësoj si ja kemi nisur, ashtu edhe këto rinia jonë kur I shikoj plot, dhash Zotit të keni krejt shëndet edhe të vazhdojë kjo siç e kanë nisur. Ju profesoresh? Një jetë të tërë e kemi kaluar në Zeflush Marku. Gati 50 vjetë, një shekull. Aty bëra shkollën e mesme, kreva, unë dava sa për studimet, edhe përsëri vazhdova me punën si profesore e gjuhës shqipe dhe letërsisë. 42 vjet me ditar. 42 vjet duke I nxitur nxënësit sa më shumë të lexojnë, sa më shumë të punojnë. Të shpresojmë që këto gjeneratat e ardhshme të jenë edhe më të suksesshëm se sa ato që dikur që kemi pasur. Sa mirë që më vjen, unë isha një ndër ato dhe mbaj mend në recitale profesoresha Qamile, profesoresha Merita, profesoresha Merita dhe kujdestare kam pasur. Do me thënë, ky takim është vërtet emocional për mua se më rikëthyet në ato bankat shkollore të shkollës së mesme. Edhe ne gëzohemi me të arriturat tënde për kontributën që jep, qoftë në teatr, qoftë në emisionin që udhëheq tani. Dashtë Zoti edhe këto nxënës që janë tani, t'ju ndjekin juve, të nxënësit e mi të mëparshëm, që gjysma e gjimnazit kanë qenë nxënësit e mi, profesorët. Dashtë Zoti që edhe këto ta ndjekin rrugën tuaj dhe të dalin të suksesshëm. Ju falenderit shumë dhe ju dua shumë më së shumti në botë, nuk ju harroj asnjëherë.
Kjo ishte një situatë emocionuese se kohë të gjatë nuk I kam parë profesoreshat e mia që më kam përgatitur tani të jam në skenë më parë, më pas para mediave. Programi ishte përgatitur enkas për 75 vjetorin e gjimnazit Zeflush Marku Shkup. Pas fjalës hyrëse përshëndetëse të drejtorit, pas 25 vitesh, u këndua himni gjimnazit nga kori I shkollës në drejtimin e profesor Gazment Ramadanit. Këtë himn e dëgjuan për herë të parë në vitin 2000, ku drejtor që zoti Gjemaluddin Idrizi dhe tani me drejtorin aktual zotri Arben Mehmeti. Një këndim I interpretuar nga kori që duke aq bukur me veshjet e tyre solemne. Recitali I nxënësve shpresë dritë e përgatitur nga profesoresha Luana Basha, që cituan fjalët e Naum Veçilharxhit, Sami Frashërit, Naim Frashërit e Sevasti Qiriazit, lën një përshtypje të madhe. Pika vijuse ishte valli e dyshë e nxënësve Gresa Ibrahimi dhe Rinor Miakut, që luajtën një pjesë të folklorit, një valle kombëtare. Pastaj përsëri këndoi kori. Profesor Bekim Trolli foli për historinë e gjimnazit, pastaj fjalën e mori profesoresha Luana Basha. Unë Biryt, Zoçt, një dokumentar që ishte I përgatitur nga profesoresha Adriana Sela. Me pikën koreografike të përgatitur nga profesorja Nixhare Nagapci, Gjigji, Drita jemi ne dhe me nxënësit grup këngëtarësh profesor Besar Temini. Programi shkëlqyer ndriçoi. Në fund u ndan mirënjohjet për drejtorët e mëparshëm dhe familjarëve të atyre që nuk ishin më në mesin tonë, si drejtorit të ndjer Faruk Zeqirit, Ahmet Hajdarit, Ram Haskaj, Melahat Rexhepit, Burhan Xhait Idrizit, Avni Zllatkut, si dhe profesorëve që e kishin përgatitur këtë program festiv të mrekullueshëm. Himni, recitali lir, këngët pjesë të zgjedhura nga antologjia shqiptare, të sajuara për ditët e sotme, loja koreografike fantastike, si atëherë e si sot ishin. Një program me plot mesazhe për arsimimin, dituri dhe lexim. Programi, përgatitja profesionale e profesorëve, interpretimi I shkëlqyeshëm I nxënësve, pastaj na dhan dije se kjo shkollë ka nxënës, profesor, staf, drejtues në krye me drejtorinë.
në thellësi të historisë shqiptare, aty ku zemra e një populli rrihte për dritë dhe liri, lindi një dashuri që nuk u shua kur, dashuria për arsimin. Nuk ishte thjesht një dëshirë për të lexuar apo për të shkruar, po një zjarr për të ndriçuar mendjen dhe për të ringjallur shpirtin e një populli të robëruar. Shqiptarët, që nga lashtësia, kanë treguar një dashuri të thellë për arsimin, duke konsideruar atë si çelës për progresin dhe emancipimin e shoqërisë. Qytetin pantat, udhë me pampani, të rejnë me iluzionet, të vrasin me letmi, këto qytetet të ftohto me qilë në sytë. Atje, të ti të magjishme ametët, të praruara me ujë. Largësi për te i shquaj karmane, zot shtetar mire. Du zotë të vi provera, por sa të vrejnë atje. Gjotë shurite, e tokën që e ndeshë, ti me gjatë vadite. Anesa, po flisjo për era. Ja, këto vargje me e zjell era dhe sot të kësaj dite. Thirrje, këngë, histori për ata që ranë. Sot jemi këtu dhe për të reflektuar i rëndësinë dhe ndikimin e padiskutueshëm që në jetën tonë, në jetën e çdo nxënësi. Sepse ju nuk jeni vetëm një mësues, jo, por një udhëheqës. Jo vetëm burim dijesh, por dhe një frymëzim. E dia nuk është në mërim faktesh, jo, ajo është një rrugë e cila na ndihmon që të kuptojmë aftësitë tona, vlerat tona, talentët tona, botën, vetën tonë. Na inkurajoni që të besojmë në fuqinë tonë për të ndryshuar realitetin. Ndisni tek ne pasionin për dijen. Aproni supën çdo herë për të mbështetur ëndrat tona.